do të vinë në vazhdim dy artistë për të shpalosur diçka të bukur që sigurisht ndodh, po ndodh dhe një ditë do ta shohim e shijojmë. Do të thojnë në skenë si një befasi të bukur, pa humbur kohë për ju, për ne, për të gjithë, Florina Krasniqi dhe Adnan Blaku. Hajde Florina. Florina, të Ullu kësi hovë. Kam, unë e përri, se unë e zakonisht edhe kështu këm na i gjithë kështu në mes. Jo, do shme konë Sofi për me nejt, aty me ishti 999 Dështina në skenë, mirë serdhe. Florina, mirë serdhe. Faleminderit, mirë si jo gjeta. Si e Florina? Mirë, faleminderit. Pak jam me emocionet mira, po mirë. Emocionet bien kur i dëgjon ovacionet, i ndëgjove do të rokitjet. Florina, jeton në Zvicër? Në Zvicër. Po, je linda atje apo ke shku? Jo, kam shku kër jam konë 3 vjeqare. 3 vjeqare? Po. Qa pote që shkuve? Po, babi ka shku ma për para, tërë na mërë edhe një venin. A, ju mura? Po. A nuk rezistuta? Po, isha vogël. A isha vogël? Po, kam qenë kër jam konë 3 vjeqare në Zvicër. A të e konë edhe 3 vjeç, mamot ja? Ja, po. Po të pëshemi, të në mirit. Amo, edhe kër jam konë e vogël, kër u ktheva në Kosovë, do më thoni kisha 4 vjeç, kështu. Kër më pruni babi në Kosovë, u mundja në 2 gojtë edhe putha tokën, tash kjo është vendi jam. 4 vjeqare? 4 vjeqare. Oh! Edhe babi më mushën si plot. Edhe më la e kryva klasin e parë, do më thonë Kosovë. E ke kry këtu klasën e parë? Klasën e parë edhe unë nisa të apet për Zvicër edhe mo një Apet për klasë. Zvicër. Je në pjesën gjermane? Po, jam në kantonin në Shatel. Jam rritë, do më thonë, shkollën e kum kry në kantonin Argau. A në Shatel jeton tani? Po, tash jetoj në Shatel. A është pjesë franceze, e? A ne është pjesë franceze. Flet frangjesht? Frangjesht, po. A? Po. Do më thonë, parle Oui, francais? je parle français, oui. Oh! Po, jam rritë në kantonin Argau, atje flitet gjermanisht. Gjermanisht, mirë. Po, atje jam rritë e kum kry shkollën, mas u martova, shkova në kantonin. Atje edhe martum, aty besh tash pedi për hajë. Për hajë. Në para hajtë. Atje me martume i kam Fletë edhe anglisht? Jo, nuk e pak, shumë pak. Kom si, kom sa. Kom si, vala. Po gjermanisht edhe frangjesht pa problem. Po. E po bukur shumë. E nisëm me ty sepse unë jo kam musafir son të këtu, Adnanit i bjen me qenë ka njerë dhe musafir, është pjesë e shtëpis, nuk, do më thonë, kushtimisht gati prej fillimit jemi bashkë, ju ka mush menja që më bo dhe artist pospedia serioza brenda komedis në... A me këta me mu tash? Ha? A me këta me... Jo, me Florino, po flasë shumë kull me ty. Mirja, Florina që ti e bënë në intervjist tash. Në realitet, Adnan mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Me Florinën keshtu i tërgu me herët, thash në këtë vend, thash për 12 vite, kemi bo me një super ekip, kemi bo shumë gjona të bukra, kemi këndu, kemi bo humor, ndryshme kemi dhënë mesazh porosi, thash edhe sa herëve kam një farë emocioni pak ma ndryshe se në emisionet tjera. Unë isha mja spjegu pak që për ato 12 vite sa kemi qenë bashkë, që kemi bo, se na kemi qenë shumë të ri dhe kemi mësu shumë, do më thonë edhe për mehrijes edhe për naimit. 3 fakultete keni kry bjerë ka 4 vjetë shumë i do. Po ty beqremi ka kryqë në s'jem kom për t'interesun për fakultete. Jo, flasë... Unë ma shumë për pare. Ka njëherë puna fakultetet dhe në dhe me të varfërua, pëtin? Shtë që... Faleminderit shumë, është shumë knasi që jemi sonte bashkë me Florinën. Sebepi është në realitet një diçka e bukur që po ndodh, edhe tash do të na deklamoni, do të na thoni ju, atë çfarë po ndodh, një film që do ta ketë edhe një titull shumë interesant, Dozë dashurie, po realizohet ku protagonistin edhe ju të dy. Adnan, kur ka fillu kjo ide? Po, une në mars isha do më thonë në kantonin e Florinës, këta takova aty edhe më befasoj, unë isha të bo humor vetë, ishë një numër i madhe i grave i motrave tona atje, edhe kjo më ndihmoj mu me bo humor, një farmyre. Zakonisht në me rolin e Sofijës që e gjej dikon ku e shpalosi humorin tim edhe e luja ashtu një farë pikpongu, edhe mënyra që është lujti ke me mu e do më thonë pa pregadit, pas kenar, par kur gjumë befasoj. Mandej, patëm rast me folje edhe privatisht, met me aq, indru më numrat, se kjo për ndrysh edhe trajnire fitnessit, edhe në drejt e thash kom nevoj me shtu 2 kila.
Unë e këtë nisa për fitness, tash kam nevojë me shtuda kilogram, mandej në telefon, po mandej unë lidhem me familjarisht burri kësaj edhe trajner futbolli që në futbollin e du shumë. E kështu Po ti e don, po me lujt nuk din. ti e din që kam ujtë disa herë. Edhe mandej kjo ma dha një ide të filmit, një ide që kësh një ngjarje që kësh ndodhur bashkë për me, edhe atë prallun e bashkë me Agush Mulliqin, regjisorin në ulum, edhe e thjeshtësuam edhe pronëm deri në skenar të bukur, dozë dashurie ku është një djalë këtu i varfër që është shkolluar gjithë ato, po ka jetë shumë i varfër ku jam veç me nonën time, baba ka vdek, nonën e lunë në Touta Sadiku, aktoria jonë që është këtu hyra. Se zakonisht këtë punë që ka pi bojna, i bojna më shparimantar të familjes që kemi punu bashkë me ta. Mandej, kjo djali i varfën e gjeni qik që është në Zvicër, po kjo qik ka shumë e lazdrume, edhe unë kur shkaj atje me jetu, se këtu nuk e shoh që është qashtu, se nonën e ka shumë, të më thonë, sjellshme dhe të bukur, edhe kjo, po kur shkaj unë atje e kuptoj që e kum gabu që e kum gjetë këtë qiken, se kjo shumë e lazdrume me diskoteka, me një shoqni kejtë breshte ashtu, po unë nuk dorëzona. Domethënë nuk dorëzona derisa e bini moment kjo mira pishmon edhe më kthy prap tonë edhe me mdasht edhe me domethënë i qëndroj besnik asoj dashnisë që e dua shumë. Domethënë ju jeni dy protagonistët ku realizohet një njohje, një fejes, a bëhet një fardosma diçka? Ma jem po kushto shtrejt. A po kushto shtrejt, mos e fejes. Edhe më pastaj kërrit ngjarja. Është këtë serios, a ka dhe komedi? Jo, ka dhe komedi, për arsye se roli im është të më njofin si komedian edhe nuk guzoj me dalë bash ashtu tash mu bënë Enver Petrovs. Kështu që kum lanë edhe pjesë ku ka komedi, po jo edhe shumë komedi, se ka situatë dhe ka ngjarje. Çka përmend Enver Petrovsin, Adnan Bloku kallëzëm kështu. Ja, Adnan, qyshje Adnan? Qyshje, ka jemi që, sin ju? Qyshje. Apolloni. Lut ka jemi mirë, Adnan? Hajde. Qyshje? Mas mirë ti. Allahida je mira? Mirë pësa këni najsana? Jo, veç apo të vje mirë që kër i ngëtë që te musafir që na veçrin, që shpenin ta të vetër? Mirë, zakonisht hajtë ngucëm edhe ti mu diçka, unë në orë punës jem konë. Mos e kam! Po hajtë ngucëm shlirë, se problem hecë qka dush ngucëm. Po thu qka dush? Desh me nguz ngëcëm, po dhe? Pse s'po martëhesh? Wallahi, ko gjaja kom sy që na 2-3 herë pës për muj. Dishka s'po qëllë numëri jam, nuk e ti shko boj. Po, brez ti shko. Ka dhe jo në ka problemi. Kushtet jem pjek, po veç problemi me gjithë edhe atë personin tjetër. Ja kom sy mu martu vetë smuta. Po, 50% e ka. Na e, kë numërin e vetë për bon dëst. Mos e bo dëst për në zene. Hop, tërt, për gru, hajde, për hajde. Qysh në zene, hop tërt, qka? Në zene bo femën. Qysh në foka tërt? E fejon. Pa jo femën është, nuk ka nevoj me bo femën. Nuk ka nevoj me bo. Po ki pi bon shë që është si dost api bon. E që aty e problemi. problemi. Nga shoqëria linë dashuria, së është problema jo. Ja, veç kalzëm ti mu diçka. Kalzoj ti halema diçka se nashtë pas potin kë. Hajde. A mu në shpak më këthyju si Sofi me full? Si Sofia? Po. E di që si ki veshtesh atës? Valloj e hyrë bo problem sot me gjithë një qike, sa për sheket për faqe dëndzeze, cëllaka, diskotekave, faqe azez, valloj problem më të rame. Sofi jenë prish rinia. Rinia nuk jenë prish, për jenë prish pleshnia, se rinia që është e plokër. E da të plosë, ajti që më ka marrë move, që ata dole thash, veç ta provoj që shumë të nguz pak, po të pres. Pa e valloj e hyrë ti ka njerë me më thirë telefon me thonë hajtë të bonë nëjë skeq bashku në vesë, që të ofër jam. E di, ja ka në që të hyrë, falim gjerit shumë, të halë zanë. Iha, mirë si. Tash, skenari është i realizum, si duket pregaditjet, ku keni mbri? Baza financiare? Kemi disa miq që përna ndihmojnë, ata cilët kanë... E që do t'jenë sponsor, po, që do t'jenë sponsor. Skenat në Kosovë që kemi realizu dhe kemi kry. A i keni realizu? Po, i kemi realizu, tash kanë me veç edhe skenat në Zvicër që këna me shku mi realizu dhe mi kry. Edhe besoj që shumë shpejt edhe do t'jepet premiera. Do t'jetë film që do të zgjatë diku një orë? Besoj një orë 20 minuta. Një orë 20 minuta. Sa hera parë që se tash diku i falenderit për ftesën, se unë e kom thirë Naimin me kong këtu. Se kisha qef tregimet e para mi tregu këtu. Në realitet, e vërteta është që ne jemi bashkë dhe diskutojmë në çka po bëjmë, si po bëjmë. Edhe ajo çështja e skeqeve ti din që je i shtëpisë në çdo kohë. Normal. Kisha qef që për herë parë me tregu diçka këtu. Parafërsisht, a do ta jepni nëpër kinema fillim?